Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët këtë mesditë. Jemi live me pagjurëm këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të flasim për një familje këtu në Tiranë, për familjen Sina, ku fatkeqësisht djali i tyre 10 vjeçar ka një çrregullim që ndikon në lëvizjet e muskujve dhe të gjithë trupit. Ndërkohë dy prindrit, pikërisht zonja Gjuliana dhe Ilire, kanë të pamundur për të vazhduar mjekime dhe specializimet jashtë vendit për të kontribuar sa më shumë për shëndetin e fëmijës. Ata kanë kërkuar ndihmë duke trokitur në ambientet e Report TV dhe 10 vjeçari, edhe pse ka probleme vështirësi edhe për të qëndruar ulur në një karike, ai është shoqëruar nga dy prindrit dhe ndodhet me mua në studio dhe unë dua menjëherë ti përshëndes. Do përshëndes parin Mikelin. Mikel, përshëndetje. Ja. Uroj që ai të ndihet mirë në atë karike. Përshëndetje zonja Gjuliana, nëna e 10 vjeçari dhe babai zoti Ilir. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Në fakt, në pamundësi të vazhdimit të kurimit të djalit që ju më pas do më sqaroni gjithë historikun e fëmijës tuaj, e kuptoj keni ardhur për të kërkuar ndihmë me shpresën që dikush mund të telefonojë dhe të marrë përsipër atë shumë parash që ndoshta nuk është shumë e madhe për të vazhduar mjekimin e djalit jashtë Shqipërisë dhe konkretisht në Turqi. Kërkojmë ndihmë sepse djali jon ka pas përmirësim gjatë kohës që ne kemi ndjekur domethënë dhe me terapi fizio, domethënë me pishinë, në pishinë, por donë dhe më shumë, domethënë, dhe kemi munduar, kemi çuar dhe në Turqi, domethënë për qelizë staminale. Fillime kishim çik të frikshme, se kishim frikë, nuk e kishim idenë se si mund të ishte procedura. Kjo fizioterapi e metodave më të fundit, pikërisht në shkencën e mjekësisë, që ka ndikuar shumë mirë tek djali, te 10 vjeçari. Po, goxha mirë sepse ai ka filluar një përqendrim, domethënë, sepse qafën e mbante edhe më keq. Pjesën e ekuilibrit, tani ka mundësi ta çojë në shkollë, më përdore, domethënë me një. Ai ka mbaruar klasën e parë. Po, si vjet mbaroi klasën e parë, sepse vitet tjera nuk e kisha mundësin ta çoja sepse ai nuk kishte. Teksa ne po flasim që mbaroi klasën e parë dhe ka mësuar shkronjat. Por fillimisht do ndjekim një material që ka përgatitur kolegja Xhiladuristi pikërisht për djalin tuaj dhe rikthehemi në studio. Ju do marrë feni këtë histori, do jemi gjatë bashkë disa minuta këto. Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Ky është Mikel Sina dhe është vetëm 10 vjeç, sapo ka përfunduar klasën e parë dhe pse duhej të mbaronte atë të katërtën. Nëna e tij Gjuliana pati një shtatzani të vështirë dhe ardhja në jetë e vogëlushit erdhi para kohe. Qëndrimi i gjatë në inkubator për të sapo lindurin me një peshë 1.5 kg, si dhe kujdesi i stafit mjekësor nuk e ndihmuan, pasi Mikeli pësoi paralizë cerebrale. Ky çrregullim indikoi në lëvizjet e muskujve dhe gjithë trupin. Pas 3 muajve në vëzhgim të mjekëve, çifti nga Tirana, Ilir dhe Gjuliana, lanë spitalin për të nisur një betejë të madhe me foshnjën e tyre. Rruga që i priste, ata e dinin që ishte e vështirë. Muajt po kalonin dhe zhvillimi trupor i djalit nuk ishte i duhura. Ai nuk mundej të mbante ekuilibrin dhe nuk mundi dot të ngrihej në këmbë për të hedhur hapat e para. Jeta bëhej më e vështirë për të voglin dhe familjen e tij, ku as fizioterapit, as këshillat e mjekëve nuk po sillnin asnjë përmirësim. Gjendja mbetej po njësoj. Para 7 muajve, konkretisht dhjetorin e vitit 2022, familja Sina vendosin t'i kryenin Mikelit fizioterapi me qeliza staminale në Turqi. Pasi kryen gjithçka, lidhja me spitalin dhe sigurimi i parave borxh, u nisën me shpresën se do ndodhte mrekullia. Mikeli ende s'kishte mbushur 10 vjeç dhe mjekët nuk ishin të sigurt për shkak të moshës, duke qenë i rritur, a do funksiononte terapia. Prindërit vendosën ta kryenin edhe pse kostoja ishte e madhe, por ndodhi mrekullia. Në trupin e djalit filluan të lëviznin muskujt dhe ditë pas dite. Mikeli u ngrit në këmbë, ai hodhi hapat e para në moshën 9 vjeçare. Gëzimi dhe lumturia tek djali ishte e pamas. Ai do mundej të niste shkollën, ku me ndihmën e familjes do të shkonte vetë në shkollë, do të ulej vetë në bankë. Para se të linin Turqin, mjekët këshilluan prindërit se djali kishte nevojë edhe për 2 fizioterapi të tjera staminale, që Mikeli të eci pa problem, ku madje mund edhe të vrapojë në të ardhmen. Unë kam filluar të hëll hapa e para, por më duhet të bëj seansa të tjera dhe kanë nevojë të më ndihmoni të vrapoj edhe unë si shokini. Ndaj këtë mesditë në pagjurmë nëna dhe babai janë në studio për të kërkuar ndihmë, për t'i dhënë shpresë Mikelit,
për t'i dhënë mundësinë të jetojë si gjithë fëmijët e tjerë, pasi kostoja shkon në 17.000 euro dhe prindërit nuk munden dot. Më ndihmoni të vrapoj dhe unë si të gjithë shokët e mi, thot Mikeli pikrisht në atë intervistë të shkurtër që ka dërguar në studion e emisionit Pa Gjurmë, le të bëhemi të gjithë bashkë sot për ta ndihmuar pikrisht 10 vjeçarin, për ta dërguar në Turqi dhe për të mbledhur atë shumë parash që familja e tij, pikrisht familja Sina, kërkon nga studio e emisionit Pa Gjurmë. Dhe e kuptoj Gjuliana që u emocionove ti teksa pek këtë material që kishte përgatitur kolegja Gjulda Durishti. E dhimshme, por ti do gjesh forca që përpara Mikelit sot mos të derdhim lot. Ne duhet t'i japim shpresë sot atit nga kjo studio. E ti po lotë e mjes kanë shteruar asnjëherë, kur ka lindur Mikeli. Kim bajtot. Nëse nuk dua. Ti ke 10 vite që qëndron pranë ti dhe kujdesesh për Mikelin. Dhe kuptoj dhimbjen jo vetëm tuajën, por dhe të babait, që në asnjë moment nuk ja shkëput dorën djalit të tij të dy, shikoj që keni kapur për dore, edhe për ato minuta që qëndruat në Report TV. Unë uroj dhe shpresoj që ky emision i sotëm, edhe unë kam shumë emocione sot, sepse kam përballë këtë 10 vjeçar i cili vetëm më buzëqesh dhe kërkon ndihmën nga kjo studio. Edhe unë jam nën, kam 2 fëmijë dhe prekem. Kesh me jep. Ju falenderoj. Por le të qetësohemi paksa të gjithë këtu në studio, vetëm Mikeli qesh, dhe më vjen mirë që e shikoj që gjithë kohës më buzëqesh. Uroj që në atë karike të ndihesh mirë, ndoshta nuk do të mbajmë gjatë, nuk ta mbajmë gjatë në këtë studio se mbase nuk ndihet rehat. Le ta nisim bashkë Gjuliana dhe të më tregosh historikun e djalit tuaj, që ditën që ai erdhi në jetë, një shtazani që pati probleme dhe erdhi para kohe djali. Isha në muajin e 7. Në muajin e 7. Po, edhe ushtrova në spital. Atë ditë që jam shtruar të nesër në mëngjes, në pata shkëputje, fëmia im më shkëput nga placenta. Dhe në kohën pastaj më kanë çuar direkt për sallë operimi, dhe kanë nxjerrë në operim. Fëmia im lindi një fëmijë që i pa zhvilluar, po, ishte i pa zhvilluar, pa mushkëri. Dhe direkt i kanë çuar me tuba në inkubator. Kanë dendur 3 muaj në martenitet brenda. Gjatë sa kohë ky aty ka filluar ka marrë zhvillimin. Përveç kësaj, që mori dhe peshën. Po, dhe peshën. Përveç kësaj, direkt nga materniteti më kanë çuar në spital që ka bërë operim nga dhjami. Djali? Po, djali. Po, ka qenë sa ditë që ka qenë? Ka bërë operacion? Një muaj ka qenë. Një muaj, ku ka bërë operacionin e parë, po? Operacionin e parë. Që ishte i domosdoshëm? Po, i domosdoshëm. Përveç kësaj ka qenë dhe me ikte në mëlçi, me verzën. Po. Dhe këtë derisa u bërë 1 vjet që ka qenë në atë pjesë, domethënë. I ka zgjatur shumë. Po, i zgjatur shumë. Ai solli dëmtime në organe? Ai për këtë kohë kaq të gjatë? Mund të kenë ndikuar dhe ajo pjesë, por ka lindur dhe me vrim në tru. Dhe ajo pjesë, domethënë, gjatë kohës që ky u rit, domethënë u mbyll vrima, dhe ajo është pjesa, domethënë, që në trurin e vogël. Ajo pjesë, domethënë, është e pa zhvilluar dhe ka prek vetëm pjesën e muskujve. Muskujve. Ka pasur një paralizë, që ka ndodhur? Çfarë i thanë mjekët, si u shpjeguan? Që ka ndikuar vetëm tek muskujt e trupit? Nuk ma kanë shpjeguar, të thënë të drejtën, dhe nuk më kanë thënë që fëmia im ka paralizë. Të unë kam marrë vesh shumë vonë. Kam marrë vesh në pjesë ku ka fëmia im ka qenë 1 vjeç. Kam dash bë vetë rezonancën, e kam planifikuar, dhe në kohën që e kam planifikuar rezonancën, e kam çuar te qendra në kombinat në distrofik, dhe atje më kanë thënë që fëmia mund të ketë paralizë. Po, i kam thënë, unë kam bërë rezonancën dhe përpres përgjigjen, domethënë që të shikonin që çfarë kishte fëmia im. Kur djali kaloi 3 muaj në spital, arriti peshën, kreu ato operacion. Mjekët çfarë thanë, që gëzon shëndet? Jo, nuk gëzon shëndet mirë, por gjatë kohës që ai do rritet do marri domethënë zhvillimin avash, domethënë, dhe duhet ta çosh në për doktor, domethënë neurolog, domethënë ta çosh ta vizitosh, thjesht vetëm kaq. Për ta mbajtur në kontroll. Po, vetëm kaq. Sipas dyshimeve, apo atë që ju zbuluat më vonë, kjo paralizë kur kishte ndodhur? Gjatë kohës që ai ka qenë në spital, pra nga 0 deri në 3 muaj, apo ka ndodhur më pas? Nuk ma kanë shpjeguar, them të drejtë. Pra nuk dihet se kur mund të ketë ndodhur? Vetëm gjatë sa kohë, domethënë që ka qenë me verzën, e kam shtruar dhe përsëri në spital. Mbasi doli nga normale të çdo fëmijë. Po, ishte me ikter në mëlçi quhet kjo. Është tjetër. Është tjetër, po.
Dhe përveç kësaj, domethënë e kam shtruar përsëri, mbasi dal nga materniteti, vi në shtëpi, ky më bëhet keq, domethënë djali dhe e çoj përsëri në spital, e shtroj. Gjatë sa kohe, domethënë këtij filloi doli dhe një nishan, që nishani zhvillonte nishane të tjera. Domethënë ishte nuk ishte mirë. Normalisht e operuam dhe nga ajo pjesë. Ka bërë operacionin e dytë? Po, në qafë. Në qafë, po, që atyre ka qenë kaq i vogël. Po, 5-4 muajsh në gjë e këtillë, ka qenë i vogël, po nuk ka qenë më shumë madhe. Kryen operacionin e dytë. Përsëri dhe në një kohësisht kam bërë dhe operacionin tjetër po për dhjamin, i bën të dyja në një kohësisht. Përsëri. Ndërkohë, gjatë kohës që po kaloni muajt, djali po rritej, besoj që zhvillimin e fëmijës ti fillove ta kuptoje që diçka nuk po shkonte në zhvillimin e trupit të fëmijës. Kam rritur dhe një fëmijë tjetër, kam vajzën. Ke dhe vajzën, dhe normalisht kishe eksperiencë. Vajzën, çdo fëmijë normal ka bërë ecet të ndryshme, lëvizjat, ky nuk i kishte ato lëvizje. Qëndrimin ulur, ku vete fëmijat... Ai nuk lëvizte fare, jo vetëm ulur, por nuk rinte gjithkohës, domethënë pa lëvizur, pa bërë tullimet e një fëmije ose thjesht dhe kokën e mbante kështu drejt. Pra, Mikeli nuk ka lëvizur fare deri për sa kohë? Këmbët e lëvizte, po i lëvizte në një mënyrë të çrregullt, domethënë në një mënyrë të pakontrolluar, të shpeshta shumë, se kush ka qenë dhe në pjesën e barkut tim, domethënë. Përveç asaj, domethënë që ka dhe gjatë kohës që qenë 7 zënë, e kuptoj. Ndërkohë ju e keni çuar tek mjekët, e keni vizituar her pas here, por se mësuat një diagnozë të saktë. Jo, e kam shtruar përsëri, mbasi mbar operacion, kam shtruar përsëri në spital. Kam shtruar nga iktra në Mëlçi, domethënë sepse nuk i ikte verza. E qartë. Dhe kam kuruar me mjekim, kjo ishte gjë e mirë sepse paktë nuk u operua, sepse ishte thjesht, po thoshin të do ta operonin, dhe nga ajo pjesë nga Mëlçi. Po, sepse nuk i funksiononte pjesa e Mëlçisë. Pastaj me kalin e kohë gjetëm mjekimin dhe e u largua dhe u shërua nga kjo pjesë, ku mbushi 1 vjeç. Ndërkohë për pjesën e muskujve, mjekët në Shqipëri, gjatë kohës që keni shkuar tek neurologët, pediatër? Në fillim, kur kam pas shtruar në spital, që ka qenë domethënë reminacion, më thoshin që nuk do dëgjoj, nuk do shikoj, sepse ka pas deformën e kokës shumë të keqe. Kur ka lindur? Po? Koka i zjat mbrapa, përveç sa kohë filloi pastaj u zgjat përpara. Dhe gjatë kohës t'ju rregullo vetë. Çdo gjë dhe sot është një djalë i bukur. Me shpresën e Zotit, po. Po nuk i kam ato fotografi se i kam pasur, po për momentin nuk i kam, si ka lindur. Ka lindi zi, pa zhvilluar, pa vetlla, pa qerpik, pa flok. Që një dobut shumë. Ishte totalisht. Ai gjatë kohës, mua Zoti më ka ndihmuar shumë sepse ma ka zhvilluar gjatë kësaj kohe. Nëse si po e rrëfeni gjithë historik të djalit, ai ka goxha përmirësim. Po, shumë. Nga to që ju po tregoni. Shumë. Ndoshta ka dash dhe më shumë, po ne vajza kemi pas mundësia kemi bërë. Ndoshta ka dash dhe më shumë për t'ia bërë. Ndërkohë kur djali mbushi 1 vjeç, 2 vjeç, e kam bërë rezonancën, doli që ky ishte me paralizë cerebrale në trurin e vogël, një pjesë të trurit të vogël. Por se çfarë kohë ka ndodhur gjatë kohës që ti ke qenë 7 zënë në muajin e fundit, gjatë lindjes apo pasi lindi, kjo nuk dihet dhe nuk mund të përcaktohet. Megjithatë, në Turqi tani që ma pa një doktoresh atje që ma vizitoi, më tha që kjo mund të jetë dhe gjenetike. Gjenetike, po. Që mund të ketë ndodhur që në bark. Që mund të jetë. Pa i jonë, nuk e di tash se si ma shpjegon doktoresha në këtë kuptim. As vetë nuk e kuptojnë dot. Ndërkohë ju kërkuat ndihmë tek mjekët këtu në Shqipëri, trokitet të shumë dyer dhe u besoj. Mjekët nuk më japin shpresë. Mjekët më kanë thënë që në moshën që djali im bëri, domethënë një fëmijë, që kur është fëmia i vogël i merr hapat gjithmonë kur është deri 1 vjeç. E qartë. Pastaj ndëpritet çdo gjë, domethënë. Më thoshin që djali jot nuk do përmirësohet, kaq e ka, kaq kështu është, diagnozën që ka. Por djali im ka shumë me curi. Unë u them atë doktorëve që më kanë thënë, fëmia im do bëhet dhe më mirë, qofse unë vazhdoj të luftoj më shumë për ta. Sepse ai sot ecën, ngrihet në këmbë dhe i jep hapat e parë. Dhe hapat e parë kur i ka hedhur? Në fillim ka ecë këmbadorës. E qartë, që është normale për fëmijët? Po, por shumë vonë filloi, domethënë për hapat e para. Normale, jo. Do mos tani një herë që bëm qeliza staminale është ka filluar të ecën dhe mbas shtëpisë për shumë, mbas dyerve, mbas murit kapet. Mbahet diku dhe ecën, që nuk ka nevojën tuaj. Ka raste shkëputet, por megjithatë domethënë ka filluar atë përmirësim. Si kush u dha këtë informacion që nëpërmjet kësaj fizioterapie me këto qeliza që është metoda dhe
përparimi shkencës në mjekësi, metodat më të fundit, që të nisësh drejt Turqisë dhe për ta bërë? Normalisht më sepse tu në Shqipëri ishte e pamundur për të bërë kjo lloj fizioterapie. Po, nuk ka. Edhe nuk e pranojnë mjekët tanë. Për këtë më kanë thënë dhe më thënë nuk bëhet fëmija yt. Mjekët tanë e kanë thënë. Këtu në QSOT. Nuk ka rëndësi, më kanë thënë doktor që unë e kam çuar, që unë e kam vizituar. Nuk bëhet fëmija. Që nuk mund të ngrihet asnjëherë në këmbë. Ndoshta mund të ngrihet, por varet koha ose ajo, mënyrën se si mund ma kanë thënë. Po, zoti Ilir. Nuk kam besim të qeliza staminale. Mendojnë si kur është thjesht një eksperimentale. Pra, mjekët në Shqipëri nuk e aplikojnë këtë lloj fizioterapie se nuk e pranojnë, domethënë që. Nusja atje ku e çon çunin ka rastis me një prind fëmijë që ka çuar me 5 seanca, me 6 seanca. Me 6 seanca, po? Dhe fëmija atyre ka pas rezultat. Menduam që pse mos ta çojmë dhe ne. Dhe për të gjën e duhur. Po pra. Tani, se do të kishte rezultat, se do kishte prindi i provon gjitha, do të thonë, s'kemi lënë vend pa shkuar, duke menduar që është për të mirën e fëmisë. Dhe bëm dhe atë. Parasisht, duke takuar një prind që kishte bërë të njëjtën fizioterapi me fëmijën e vet që kishte dhënë rezultate, ju vendosët që të niseshit drejt Turqisë, pikërisht për... E vizituam njerë këtu, se rritu doktori Turk, e vizituam dhe ai prap nuk na dha shpresë. Çfarë ju tha, doktori Turk? Për mua thash mosha madhe, tha dhe është që ke vështirë, tha, për me gjitha që... Të bëhet kjo fizioterapi në moshën e djalit që ka qenë... Në moshën e djalit, nuk kanë pasur shumë rezultate, do më thënë, normalisht. Por, ne tha në të provojmë, ajo është në dëshirën tuaj, tha është, me gjitha të tha ne do e provojmë, dhe e provuam. Vërtet djalim që në injeksionin e parë, do më thënë se këtë bërë... Sa zjati e gjithë kjo fizioterapia? 2 javë ndajnë të mjatje. 2 javë në Turqi, po? Bëm të parën dhe pati rezultat që në të parën. Pra, reaguan muskujt e trupit. Që në të parën, pasaj bëj të dytën, edhe në të dytën, po, dhe e filloj bilen në atë kohë, ne thamë, po fillon po ecën vetë, dhe në që shumë nuk gëzdua. Ullum të rua të kësa e shikoni që gjithë shka po shkon të mirë, falë Zotit dhe djali filloj që të ngrijej dhe të ecte. Ndërkohë, mjekët çfarë ju thanë aty? Që këtë fizioterapia i duhet ta vazhdoj? Po, në fillim na thanë duhet kaloj dhe ca kohë, domethënë në Shqipëri të vinim të ktheheshim, që të shikonin dhe ecurin gjatë kohës do të bëjnë njëkohësisht, do të bësh terapi qeliza staminale, do të bësh dhe me terapi fizio. Domethënë të kenë bashkëpunim të dyja, se nëse ti nuk bën këto, tha doktori, puna jon hidhet poshtë. E qartë. Duhet të kenë të dyja rezultat. Dhe normalisht neve këtë punë e vazhdua. E vazhduat dhe këtu në Shqipëri dhe rezultatet janë të dukshme të djali. Por ai ka nevojë që sërish të bëj këtë fizioterapi me këto qeliza, po dhe videot i pam, regjeta i vendosi, kur ju i dërguat video doktorit, besoj që edhe ai është... Ai tha për mua, tha, duhet vazhdoj, tha. Kam edhe mesazhe që më ka dërguar ajo goca që është shqiptarja që... E qartë. Doktor Erdali është shumë i lumturuar për Mikelën, do të thënë nga që nuk besonte që ishte... Që mund të funksiononte kjo fizioterapi tek ai. Edhe na këshilloi që ta vazhdojmë, do të thënë. Për të bërë dhe seanca të tjera. Dhe 2 seanca të tjera, të paktën 2 seanca. Dhe 2 seanca të tjera që i ka të domosdoshme. Ne themi paktën dhe 2. Sa kushton një seancë fizioterapie me këto qeliza për të kuptuar dhe për të kërkuar ndihmë nga kjo studio? Ju keni ardhur këtu për të kërkuar ndihmë dhe unë do bëj maksimumin që çdo minutë që do jeni këtu ta shfrytëzojmë këtë ekran të Report TV ku ndiqet kudo nga emigrant, nga biznesmen që mund të na ndihmojnë pikërisht për djalin 10 vjeçar. Sa kushton? 8500 euro vetëm një injeksion. Pra 8500 euro kushton vetëm një seancë, le ta themi. Mjeku në Turqi u ka thënë që duhen 2 seanca. Po, domethënë ne i bëm 2 në fillim. 2 i keni bërë. Dhe ne do vazhdojmë procedurën që të bëni dhe këto 2 të tjera që janë shumë të domosdoshme, që totali shkon diku te 17.000 euro. Pra, ju duhet kjo shumë për të nisur në drejt Turqisë. Sepse parat e para janë borxh. Që është e vërteta... Unë e di, sepse një mikun e familjes tuaj, unë e kam kolegë. Ai një ditë më takoi këtu në ambientet e Report TV kolegu jon, teksa po pinim kafe dhe ma tregoi të gjithë historinë e familjes tuaj dhe unë e di shumë mirë gjendjen ekonomike që ju në të cilën ndodhin, janë shumë ato të cilat nuk i përballoni dot dhe kur flitet për shëndetin e fëmijës, çdo prind do bëj gjithçka, do japi gjithçka për fëmijën. Jo, është edhe diçka. Vjen një moment që vërtet mund të bësh diçka, po nuk e përballon dot. Deri aty është
ajo cakë, limiti, nuk mundem do të marë, li që nuk të më dash edhe më kërku, nuk tjetë njeri, ndërkoj që unë kam për t'i larë ato para që keni marë borç. Prandaj, emisionin pa gjurëm, do më thonë, kërkojmë në ndimë, në qovë se ka njerës që mund në ndimojnë, së di që të thonë tjetër. E bëtë shumë mirë që erdhët në këtë studio me shpresën për të mbledhur ajo shumë parash dhe të niset djali drejt Turqisë për të bërë edhe ato fizioterapi të cilat do t'i bëjnë shumë herë më mirë, i cili më ngeli shumë u preka kur e dëgjova në të material që më ndihmoni se dua të vrapoj dhe unë si shokët e mi dhe ai mund të arri, nëse arrin t'i bëj këto fizioterapi, jo vetëm të eci, por të vrapoj dhe të luaj me shokët. Është edhe diçka, me diagnozën që ka djali, edhe në qoftë se, do më thënë, to qeliza staminale tani, që është fjale e fundit e shkencës dhe mund të bëjnë një përparim më afat shkurtër, ka raste që i dim të qëndra që është në kombinat, janë bërë, ka fëmijë do më thonë që vetëm me fizioterapi, po do vite. Do vite për të... Dësa kjo arritur masën muskulare. Po pra, dësa kjo qeliza staminale e afron një qik atë... Kohën, le të themi. Shërimin e ti. Dhe shërimin e ti sa më të shpejt. Ndërkohë, dua të pyes, Gjuliana, një ditë e djalit, e Mikelit, i cili ka mbaruar dhe klasën e parë, duhet të mbaron të klasën e 4. Mos gaboj, ka mbaruar klasën e parë, ma tërgoj një ditë të ti. Se do ta pyes dhe pak, se po më shikon drejtë në sy. Ai ka shumë që të shkoj në shkollë. I do librat. Po, jashtë mase. Sidomos, do më thënë, kur i them ndonjë nuk do shkojmë në shkollë sot. Jo, do shkojmë sot. Më zgjohet me një herë, do të mos iku vajt i vonën për në shkollë, do të shkoj sa më shpet, do të lozi me kalamajt, do të bëj fiskulturën, orën e fiskulturës. Do të bëj dhe orën e fiskulturës. Shumë qep, por a i me zi e bënë. Do të në bënë në ndimën time. Çdo gjë në ndimën time. Dhe ndimën e mësuses që ka, do të thënë se 2 orë i bënë me mua, 2 orë i bënë me mësuse ndimëse. E qartë që ti shkon dhe shoqëron edhe në shkollë. Kush është këndaj që i pëlqen më shumë nga librat, këdo, kë kam të preferuare? Nuk e kam pyetur të më drejtëm, por ai në përgjithësi deri tani ka marrë ASH. Arritje të shkëlqyera. Po, arritje të shkëlqyera. Bravo, Mikel. Kush është libri që do më shumë, abetaren apo matematikën? Abetaren. Do abetaren. Do shkronjat. E bëre festën abetares? Se kam mbaruar festa abetares. Qa shkronjët të aty? Shkronja o, si emrim, dhe emrim o, fillon Odeta. Besoj që ke patur dhe një vjersh me shkronjë no. E mbanë mund se vajza i me harroj brënda një jave. Dhe thuash pak? Më gjeti, doja hapësën, që i shtatëm, ka një apë, Bravo. Bravo, sepse u emocionuar shumë dhe e kuptova që u emocionua. Bravo. Emocionohet shumë në kohën që ai do të flasi ose emocionohet. Dhe kuptohet qartë. Ndikon të muskujt e tij do të pjesë. Unë të doja realisht që mes ditën e sotme të kishim telefonata dhe kam shumë besim që do kemi telefonata, njerëzit që na kanë ndje kur janë prekur. Unë preka që në momentin e parë që hyra në koridorin e Report TV dhe ju pash dhe takova edhe 10 vjeçarin, jam e sigurt që njerëzit do na ndihmojnë për të mbledhur atë shumë 17.000 euro që ju duhet juve për të nisur në Turqi dhe për të bërë këto 2 fizioterapi që janë shumë të rëndësishme. Dhe ajo që është më rëndësishme është që këto fizioterapi ndikojnë shumë pozitivisht te shëndeti i djalit, sepse kemi patur historira që është dashur një shumë akoma më e madhe parash, por nuk dihesh nëse do arrijej që personi që ka qenë në studio mund t'ja dilte dhe mund të shpëtonte falat i operacioni. Por ne kemi të sigurt, sepse Mikeli ka bërë 2 fizioterapi të cilat e kanë ngritur në këmbë. Dhe sa më shumë ai të bëj fizioterapi, aq më mirë i bën për shëndetin e tij. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj jam e sigurt që njerëzit që po na ndjekin, çdo kush mund të dhurojë, qoftë dhe shuma të vogla, po të bëhemi të gjithë bashku, jam e sigurt që ato 17.000 euro mund të mblidhen brenda 24 orëve që ju të niseni drejt Turqisë. Mikeli besoj spitalit i ka marrë pak frikë, sepse ka qëndruar gjatë. Mikeli ka marrë që në fillim,
thënë, që ka qenë i vogël, ka pas shumë frikë, është masa. Dhe mund të kur shikon të bluzat e bardha njerë të merosh. Merohet, mundohesh t'ja shpjegosh. Se ka vujtur shumë, ka bërë shumë gjilpëra, dhe normalisht. Ka marrë 3 herë gjak, në kohën që ka qenë martanitet. Tani është ndoshta çik më i rritur dhe e kupton. I flasin dhe ne, domethënë, mos duhet të kesh frikë. Mundohesh t'ja shpjegosh. Por ai është ende fëmijë. Normale, po. Me motrën? Po, me motrën shkon shumë. E do shumë. Ndërkohë me shokun bazdite e ati kur vjen nga shkolla, çka qef të bëj ato detyra, sa betarën e kishte qef, na i tha dhe ne. Jashtë mase, blim ndonjëherë kur unë merrem me ndonjë punë, do bëjmë detyra, thot. Do bëjmë detyrat. Dhe sa mirë më vjen. Do bësh gati, tani ke pushime, do kënaqesh me pushime, Mikel. Bile unë ndihmoj me dorën që mos t'i bëj se nga që kam muskujt, po, dhe nuk më lejon tani, do t'i bëj vetë, thot. Do t'i bëj vetë, përqendrohet besoj fort për të bërë shkronjën. Ka filluar të shkruaj dhe më mirë. Bravo, për gjitha rritjet. Faleminderit. Faleminderit. Unë duhet ta mbyll me një mesazh, sepse në fakt gjithë kjo pjesë e parë e emisionit Pagjurm ishte një mesazh që u përcoll nga Pagjurm. Gjithë thelbi është të ndihmojmë Mikelin 10 vjeçar për të mbledhur atë shumën 17.000 euro dhe nis me babain. Një mesazh që i drejtohesh teleshikuesit, janë minutat e tua, kamerën e ke përballë. Më ndihmoni o njerëz me aq sa mundeni, Zoti ju shpërblet. Së di çfarë të tjetër. Dashur Juliana. Kërkoj di. To dha unë gjajtë, lozët e zitmit e tjerë. Mos ndihet edhe ai lart. Sidomos kur luash me shokun. Në drast të zesën me zingrijet. Nuk e bëjmë dot. Mikel, do të përshëndesësh mësuesen apo ndonjë shok, veç që jemi para kamerave sot? Si quhet mësusja? Ka 2 mësuese. Ka 2 mësuese. Si quhen të dyja mësueset? Si quhet? Mund të thosh ti Juliana, tani mosh. Mësuese? Kush? Alma? Mësuse Alma. Mësuse Alma. Dhe mësuse? Elona. Elona, i përshëndesim të dyja mësuesit e tua, nëse janë duke na ndjekur në këto momente, dhe më vjen shumë mirë që i do librat dhe ke mbaruar me ashër klasën e parë. Të falenderoj, sepse kur e shikoj ashtu ulur atë karike që nuk është komode e përshtatshme për djalin. Mirë, do dalim në reklama, ne bashkë do mbetemi në kontakt. Lutemi të bëhet më mira për djalin tuaj. Urojmë zemër këtë gjë. Edhe ne falenderojmë shumë me zemër. Ju falenderoj. Mirë dashur miq, do ndjekim pak reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do të flasim për historinë e një vajze, ajo është 20 vjeç dhe quhet Sejhan Nivokazi. Dhe kjo histori na vjen nga komuna e Gjakovës, pra nga Kosova, e cila është denoncuar në studion e emisionit Pagjurm. Sejhani fatkeqësisht është rritur pa nënën dhe babain e saj. Në fakt babai ndroi jetë teksa ajo ka qenë vetëm pak muajshe, ndërsa nëna u largua dhe ka humbur çdo lloj kontakti me të me shtetësi turke. Do ndjekim një material dhe do lidhemi live direkt me Gjakovën. Ceremonia e fejesës u la me gjak kur prindrit e vajzës mësuan se djali i martuar me gruan turke ishte dhe babai një vajze 3 muajshe. Foshnja e mbetur jetim u rriti nga gjyshërit e saj, sot është në kërkim të nënës. Kjo është historia e pazakonte Sejhan Nivokazit, 20 vjeçares nga fshati Skivan i Gjakovës, e cila ka humbur kontaktet me nënën Bejhan Shahin, 45 vjeçaren nga Kaman i Turqisë. Pas ngjarjes që ndodhi në familje vite më parë, nënë e bij e gjetën njëra tjetrën, por humbën për herë të dytë kontaktet 8 vite më parë. Babai 20 vjeçares, Sefedini, jetonte në Gjermani ku ishte i martuar me shtetasen turke Bejhanin. Familja e tij nuk u pajtuan kurrë me këtë martesë dhe e fejuan Sefedinin me një tjetër vajzë. Pasi u kthye në Kosovë, ai shkon tek familja e saj, ndërsa i pohon se kjo fejesë nuk mund të ndodhë, pasi ishte i martuar dhe babai një vajze. 32 vjeçari do të dilte nga ajo deri i larë në gjak,
pasi familjarët e vajzës e qëllojnë duke lënë të vdekur në vend. Kjo ngjarje e rëndë në familje lë në mëshirë të fatit një foshnje, e cila pas vdekjes së babait nuk do të mund të njihte as nënën biologjike. Në moshën 12 vjeçare, Sejhani do të njihte për herë të parë nënën e saj, Bejhanin. Në bisedën e shkurtër që ato patën, nëna i premtoi se do të kthehej në Kosovë për ta marrë të bijën. Pas kësaj telefonate, Sejhan ka kërkuar gjithnjë të ketë kontakte me nënën, por familjarët e babait nuk e kanë lejuar, duke i treguar një tjetër version të së vërtetës. Ajo është rritur gjithnjë me idenë se nëna e braktisi ditën që babai u vra. Gjithçka ajo mundi ta zbulonte vite më pas. Sot Sejhan bashkëton me një djalë dhe është e lumtur me jetën që bën, por brenga e saj më e madhe është të gjejë nënën, pasi ka mësuar të vërtetën se nëna u dëbua nga shtëpia. Sejhani prej një viti ka ndërprerë çdo kontakt edhe me kushërinjtë e saj. E 20 vjeçares nga Kosova, e cila fatkeqësisht nuk ka njohur babain e saj, një histori e dhimbshme, teksa e ka rrëfyer pikërisht për gazetaren Gjilda Durishti. Do shkojmë në një lidhje live në Gjakov dhe do të përshëndes Sejhanen 20 vjeçare. Përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Në fakt, Sejhane, jemi prekur shumë, teksa e kemi mësuar historinë e familjes tuaj, ku në një mosh të madhe, ti ke zbuluar të vërtetën, historinë e babaj dhe të nënës tuaj, dhe jam këtu të dëgjoj me shpresën për të arritur në gjurmët e nënës tuaj. Çfarë ka ndodhur në familjen tuaj? Atë që ja kam treguar, të gjitha janë kona ashtu si që ja kam thonë. Që konkretisht do mi tregosh? Si e zbulove ti këtë histori? Kam zbuluar mbasi kam qenë vetë, mbasi jam rritur, e kam zbuluar dhe më kanë treguar edhe një kushi ku kam nejtur me të. Ma kanë treguar të gjithë si ka qenë për babain tim. Dhe babaim ka qenë në Gjermani, ka qenë martuar me një tjetër, me turke. Dhe me nënën tuaj? Nga Kosova, po, me nënën time. Ku ka ardhur nga Kosova e kam fijuar me një shqiptare, se s'kan qenë dakord për qashtit me konë. Dhe tani pas aty mas si ka shku babim, familja tek asaj vajze e kam vrarë. Në fakt, një ngjarje e rëndë që ka ndodhur konkretisht çfarë viti e dashur Sejhane, dhe sa vjeç ke qenë ti në atë kohë? Unë kam qenë 13 muaj. 13 muaj. Dhe nuk e di për sa çfarë vit, domethënë që 19 viti ka kjo punë, kur babain ma kam vrarë. Dhe ka qenë ky rast. Sefedini, babai juaj i ndjer, i cili ishte dashuruar me nënën tuaj, që dua të ma thuash emrin, ajo është nga Kamani i Turqisë. Po, emrin e ka Bejhan, mbi emrin Shahin. Bejhan Shahin, që sot i bie të jetë nëna juaj 47 vjeç. Po. A ju dashurua me nënën tuaj në Turqi, por familja këtu në Shqipëri, në Gjakov, i kishte dhënë fjalën një tjetër familje dhe në një farë mënyre e kishin martuar me një vajzë nga Kosova, po nga Gjakova. Po. Nëna juaj erdhi në Kosovë së bashku me babain, ku ti ke qenë vetëm 13 muajshe, më tregove. Po, unë kam qenë 3 muajsh, tani mbasi ka shku mama ime në Turqi, babain tim kam fijuar atë nga Kosova. Dhe kanë qenë familjarët e asaj vajze që do e martoni, të cilën e kanë vrarë babain tuaj? Nuk e dija këto. Ju nuk keni informacion kush e ka vrarë babain? Jo, po. Po, për këtë po ju pyes. Do me thonë, babai asaj vajze e ka vrarë babin tim. E qartë, shqiptare. Babai asaj vajze që i bie të jetë shqiptar nga Gjakova. Po. Ndërkohë, ai person që kreu këtë krim, që mori jetën e babait tuaj, Sefedini, në një moshë fare të re, i cili sapo ishte bërë baba me ju, i keni qenë foshnje, u dënua? Po. Ta nuk e di. Nuk keni informacion.
Po, mu më ka tregu një kushi, këtë ngjarje, po ma shumë ma fillë s'm ka tregu asgjë. Ndërkohë që nëna u largua drejt Turqisë, ti foshnje ngelet tek njerëzit e babait. Kanë qenë pikërisht njerëzit e babait ata që të kanë rritur. Po, kanë qenë. Konkretisht, je rritur nga kush, nga gjyshi? Kam ngelur të halla, mbasi ka vdek babai im. Tani mbasi ka gjyshi jam në Kosovë, ka marrë gjysha dhe ashtë. Ata të kanë rritur? Po. Sa vjeç ke qenë kur ti e ke mësuar këtë histori, teksa të kanë treguar për babain i cili u vra dhe nëna u largua drejt Turqisë? Këtë histori e kam mësuar me 17 vjeç. Kur ke qenë vetëm 17 vjeç? Po. E dashur Sehane, ti na tregove se ke pasur një kontakt me nënën nëpërmjet telefonit. Po, kam pasur. Ma trego atë episod, sepse është shumë i rëndësishëm edhe për kërkimet tona, për na treguar se nga cili vend ajo të kontaktoi, çfarë ju tha, detaje që ju mbani mend nga ajo telefonate parë që ti realizove me nënën tënde. Kam qenë 12 vjeçare dhe e ka telefonuar dikon të familjes teme. Dhe tani ka lyp me flasë me mu. Tani mas i kanë flasë, unë nuk me kanë lënë familja me të flasë shumë, bas i ka thonë e du marrë në Kosovë dhe me ta bo vizë me të marrë për jashtë. Në atë moment me kanë ndërpër lidhje në familja me to dhe peja di që të mos kam pas kontakt. Me kanë kërsnu me atë moment e s'kam pas më kontakt me to, peja di që esë me kanë liu më familja me pas më kontakt me to dhe me kanë thonë se nuk e kia këto nënë. Pse njerëzit e babait kanë ndaluar që ti të kishe kontakte me nënën, ta kërkoje nënën? Po, ma ka ndalu familja babit tem, për mos në pas kontakt me nënën time. Po në moshë madhore, besoj i ke pyetur, që pse të kanë ndaluar që të lidhesh me nënën, ku sot ti ke krijuar jetën tënde, familjen tënde, dhe ke të drejtat e plota, të zbulosh ku ndodhet nëna juaj, e cila besoj të ka kërkuar pa fund. Ka kërku po s'ka lënë familjen, po s'as një kontakt me të. Pse kanë bërë këtë? E dashur Sehane, pse familjarët e babait, halla, ajo që të ka rritur, Haxha, pse nuk kanë pranuar që ti të mbash kontakte me nënën? Sepse edhe vrasja e babait tënd ishte shkaku i kësaj martese. Ta nuk e dija. Po s'me kanë tregua, se për çfarë, se i kam pyetur edhe vetë, se për çfarë arsye nuk më lëni me fol me nonën time, më kanë thonë se nuk më kanë tregu asnjë përgjigje mu. S'm kanë tregu kur gjop, as për babin, as për mamin. Për tek telefon më ka treguar dikush tjetër, i tregova se për çfarë ka ndodhur kjo sen. Ju keni emrin, mbiemrin e saktë në nënës tënde, vendlindjen e saj, ditëlindjen e saj. Besoj që ke kërkuar në rrjetet sociale, gjëja e parë që ke bërë. E kam kërkuar, halla se më ka rrit, më ka tregu, më ka thonë se nona jote është turke, dhe jeton në vendin Kaman, dhe ka qenë police nona jem, ka thonë halla jeme. Ka qenë e veshur, police, po? Po. A keni parë ndonjë fotografi të nënës? A keni parë imazhin e saj? Kam parë ndonjë fotografi, ato si ja kam dërguar dhe ju. E kemi, Regjana, vendosni pak foton e nënës Sehanes, shtetasen turke. Ndërkohë, ajo ka lindur në datën 10 shtator të vitit 1975 dhe sot i bie të jetë 47 vjeç dhe quhet Bejhan Shahin mbi emrin. Kjo është nëna e Sehanit, e cila kërkon të mësoj se ku ndodhet nëna e saj. E dashur Sehan, telefonatën ata ka bërë nga Turqia apo nga Gjermania, për të kuptuar edhe gjurmët e saj të fundit? Ka qenë nga Gjermania, më duket. Nga Gjermania? Nga Gjermania ka qenë. Pra, të je përshtypjen që nëna juaj ka vazhduar jetën në shtetin Gjerman, aty ku u njoh me babain tuaj? Nuk e dija. Jo, thjesht janë hipoteza që dyshojmë ne duke dëgjuar unë historinë që ti po më tregon. Ndërkohë, në çfarë qyteti të Gjermanisë ka jetuar babai juaj në ato kohë kur u njoh me nënën? Nuk më ka tregu askush për këtë ngjarje. Veç për mamin po kam di se Kaman ka qenë, a kështu për babin nuk e di se nuk ka jetuar. Ndoshta në ditën e vijim për të na ndihmuar dhe ne për të pyetur njerëz të familjes
për të mësuar këtë detaj në cili qytet kanë jetuar, se ndoshta nëna juaj, pasi ndodhi e gjithë kjo ngjarje që humbi bashkëshorti nga kjo jetë, juve ju la aty në Gjakov dhe s'mundi do të lidhej, mund të jetë rikthyer në Gjermani dhe pikërisht në atë qytet ku ka jetuar përpara me babain tuaj. Është një detaj që është i rëndësishëm për të verifikuar dhe na ndihmon dhe ne në punën tonë kërkimore. Për tani nuk e di avesh, ndodh dhe mund ta pyes dikon, t'ja bëj edhe një telefonat ndonjë ditë hallës teme për ta pyes për ku ka jetuar, se paket se kam pyet për babin tim. Ku ka jetuar më herët? Ta se kam pyetur. Ti sot një mosh madhore, je 20 vjeç, ke marrë vendimin të dalësh në një studio televizive për të kërkuar nënën tënde dhe ke bërë gjën e duhur, e dashur Sehan. Ndërkohë, i ke njoftuar njerëzit e babait, a keti kontakte sot me ta? Me familjen time jo, me njerëz të babait kam veç kontakt me hallën që më ka rrit, me tjerët nuk kam kontakt. I ke thënë hallës që do dalësh në një studio televizive dhe të kërkosh nënën? Jo, si kam dërguar. Ndoshta ajo është duke na ndjekur, edhe nëse nuk është duke na ndjekur live, do njoftohet për këtë emision që mbesa e saj ka dalë, studion e emisionit pa gjurmë këtu në Tiranë dhe kërkon nënën, dhe ndoshta do jetë ajo e para e dashur Sehan që do telefonoj dhe mund të ndihmoj me shumë të dhëna që të arrijmë në gjurmët e nënës tënde. Në rregull. E dashur Sehan, në Gjermani jetoi shumë shqiptar, jo vetëm të Shqipërisë, por dhe të Kosovës. Dhe nisur nga eksperjenca, unë jam e sigurt që shqiptarët e Kosovës do na ndihmojnë, ata që e kanë njohur babain tënd, Sefedinin, që ka jetuar në Gjermani, që mund ta keni njohur partneren e tij, këtë shtetasen turke, nënën tuaj. Unë do t'ju bëj thirrje në këto momente nga studio e emisionit pa gjurmë, nëse kanë informacion, janë të lutur të lidhen me studion e emisionit pa gjurmë, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular, sepse vetëm përpara disa muajve, sezonin e vitit kaluar, një djalë nga Gjermania i shkruajti studios e emisionit pa gjurmë, ai kishte nënën gjermane dhe babain shqiptar nga Kosova, por babai e kishte lënë të vogël dhe ai kërkoi ndihmën e emisionit pa gjurmë dhe fal shqiptarëve të Kosovës, emigrantëve, ne arritëm t'ia gjenim babain, atij shtetasit gjerman, dhe uroj e dashur të kesh dhe ti këmbën e mbar për ta gjetur sa më shpejt nënën tënde. Nëse ajo na ndjek apo nëse e gjejmë, duam t'i çojmë një video mesazh nga vajza e saj e rritur që sot është 20 vjeç. Çfarë do i thoshe nënës, Sehan? Do i thoya që të takoj. Të ka munguar. Ta takoj dhe ta shoh dhe po, që të me ka munguar. Të se kam parë asnjëherë. Dhe mua m'vjen keq për këtë, që gjithmonë të ka munguar imazhi nënës. Të falenderoj që të pata në këtë lidhje direkte. Ne e prezantuam për herë të parë historinë e familjes tuaj, një histori që vërtet është e dhimbshme dhe na tronditi, por urojmë të bëjmë të lumtur, të bashkojmë me nënën tënde, që regjia në këtë momente po i nxjerr fotot. Do t'i jap edhe një herë të dhënat, dashur miq. Bejhan Shahin është 47 vjeç, shtetase turke, nga Kamani, Turqisë, e cila ka jetuar në Gjermani, aty ku u njoh me shqiptarin nga Gjokova, Sefedini, ku ka sjellë në jetë një vajzë. Ajo sot 20 vjeç, ndodhet me mua në këtë lidhje live nga Gjakova, Sejhani, e cila kërkon të mësoj të di më saktë se ku ndodhet nëna e saj biologjike. Kush ka informacion, mos të hezitoj, qoftë anonim, të lidhet direkt me studion e emisionit pa gjurmë. Sejhan, të përshëndes nga Tirana dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Gjithashtu, faleminderit. Të falenderoj. Mirë, me historinë e kësaj 20 vjeçare nga Gjakova, do të kaloj në këto momente në një tjetër pasaport televizive, dashur miq. Do të flasim për Emel Kakruki, një 49 vjeçare nga Maqedonia e Veriut dhe konkretisht nga Shkupi, e cila ka humbur çdo lloj kontakti me familje në vitin 2015 dhe konkretisht në datën 22 tetor të vitit 2015. Ajo doli nga shtëpia fshetas duke mos njoftuar asnjë familjar dhe sot kanë kaluar shumë vite dhe familjarët ende nuk dinë se çfarë ka ndodhur me fatin e vajzës së tyre. Do ndjekim materialin që kemi përgatitur edhe për Emel Kakrukin dhe rikthehemi në studio.
Kjo është historia e Emel Kakruki, dashumish, 49 vjeçarja nga Shkupi, e cila humbi kontaktet me familje në datën 22 tetor të vitit 2015 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Familjarët zbuluan nga policia se ajo kishte dalë nga Maqedonia e Veriut dhe nga informacionet që kanë mbritur në familje, por edhe në studion e emisionit Pa Gjurmë, dyshohet se kjo 49 vjeçare mund të ndodhet në Zvicër. Ndaj kam nevojë për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut nëse e njohin pikërisht Emel Kakrukin, që regjia më ndihmon edhe një me fotot e saj, janë të lutur të lidhen direkt me studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi familjarët e theksojnë nuk kanë asnjë informacion prej datës 22 tetor të vitit 2015, kur ajo doli nga shtëpia dhe nuk njoftoi asnjë familjar. Dhe me këtë pasaport ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme, por të ritakuar sërish nesër, live ora 16 këtu në Report TV. Bashkë mirupafshim.